Gjykata e lartë ka dhënë një vendim të rëndësishëm për kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, duke rrëzuar kërkesën e tij për përjashtimin e treshës gjykuese që përbëhet nga gjyqtarët Ilir Panda Sokol Binaj dhe Sander Simoni në lidhje me gjykimin e rekursit të tij në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Vendimi u mor nga gjyqtari Anton Dimitri në seancën që ishte parashikuar për të martën, e cila u shtyp për datën 22 prill. Në këtë seancë, gjykata e lartë do të shqyrtojë edhe rekursin e Sali Berishës dhe të Malltezit për masën e sigurisë për të vendosur nëse do të pranohet kërkesa e Berishës ose do të lërë në fuqi vendimin e dhënë nga apeli i posaçëm në janar të këtij viti. Çështja ka lidhje me masën e sigurisë për Berishën, të cilën GKK e revokoi në 2024, duke i mundsuar atij të jetë në arrest shtëpie. Pas një ankimimi nga SPAK, apeli i posaçëm vendosi rikthimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje. Ky vendim u mor duke u bazuar në faktin se Berisha kishte qëndruar i izoluar në shtëpi për më shumë se 300 ditë dhe si drejtues i një partie politike ishte i lidhur ngushtë me proceset politike në vend. Gjyqtari Engert Pullumbi, që mori vendimin, shprehu shqetësimin se Berisha mund të mos e respektonte masën, ashtu siç kishte ndodhur edhe vitin e kaluar. Për më tepër, Sali Berisha është në hetim nga prokuroria e posaçme antikorrupsion për akuzat e korrupsionit pasiv, ndërkohë që procesi gjyqësor ka kaluar në fazën e marrjes së vendimit për kalimin e dosjes për gjykim. Ky zhvillim është një tjetër hap i rëndësishëm në një çështje që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe që pritet të ketë pasoja të mëtejshme për të akuzuarit dhe Partinë Demokratike.